Destinacioni turistik Belshi i 85 liçeneve është vlerësuar në skenën ndërkombëtare të turizmit, duke u nderuar me çmimin Bronze Award nga organizata ndërkombëtare Green Destinations, një nga vlerësimet më prestigjioze për destinacionet që zhvillojnë turizëm të qëndrueshëm. Ky vlerësim u shpall gjatë ITB Berlin, panajiri më i madh ndërkombëtar i turizmit, ku prezantohen destinacionet më të rëndësishme turistike dhe praktikat më të mira të zhvillimit të qëndrueshëm në nivel global, fal punës së kryebashkiakut Arif Tafani. Çmimi përfaqëson një njohje të rëndësishme ndërkombëtare për potencialin turistik të Belshit dhe zonës së Dumres, si dhe për përpjekjet e vazhdueshme për mbrojtjen e pasurive natyrore dhe biodiversitetit, promovimin e turizmit të qëndrueshëm dhe zhvillimin e ekonomisë lokale në harmoni me mjedisin. Ky vlerësim konfirmon se Belshi po pozicionohet gjithnjë më shumë në artën ndërkombëtare të destinacioneve turistike të qëndrueshme, duke promovuar natyrën unike të liçeneve të Dumres dhe mikpritjen e komunitetit lokal. Bashkia Belsh shprehet se do të vijojë të mbështesë politika dhe projekte që synojnë zhvillimin e një turizmi cilësor dhe të qëndrueshëm, duke kthyer këtë zonë në një destinacion gjithnjë më të vizituar. Belshi mbetet një ndërthurje e bukur e natyrës, traditës dhe turizmit të qëndrueshëm.